Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një bashkëbisedim online me qytetarët këtë të shtunë foli për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Ai u shpreh se në kohën e qeverisë së tij ishte vendosur që aeroporti të ndërtohej në kthesën e Levanit, por sipas tij Rama vendosi ta zhvendoste duke dëmtuar habitatin e shpendëve dhe flamingove në zonën e mbrojtur. Në vitin 2012 po afroi afati që s'ka donte koncesioni Rinasit dhe ne na lejoi pastaj të ndërtonim aeroporte në vend. Dhe aeroporti i parë që kishim planifikuar ishte aeroporti i Vlorës. Dërguam grupin e specialistëve. Specialistët ta nuk thyen dhe na thanë se aty ku ka qenë aeroporti nuk mund të ndërtohet për shkak të habitateve, të larguar e tjerë. Dhe ata njerëz me specialistë të përgjegjshëm, një grup i përbërë nga specialistë të fushave të ndryshme, sollën propozimin që aeroporti të ndërtohej te kthesa e Levanit. Gjetën dhe tokën të papërdorur dhe që nuk kishte prodhime. Dhe ishte vendi më i përshtatshëm sipas tyre dhe ishim plotësisht dakord, për shkak se ky aeroport i shërbente edhe Beratit, i shërbente edhe Gjirokastrës, i shërbente jugut në tërësi pra. Të njëjtën gjë kanë bërë këta në vitin 2017. Kanë dërguar grupin. Dhe ne sigurisht e spostuam aeroportin. Ne vendosëm ta ndërtojmë aeroportin te kthesa e Levanit. Këta dërguan grupin, Lubi Balluku, dhe grupi që dërguan këta, ekspert data, u kthyen me të njëjtin konkluzion, përveç 3 servilave që mbajten anën e qeverisë. Të gjithë të tjerët i thanë jo, aeroporti nuk ndërtohet aty, është zonë të mbrojtur, shkatron habitatin e këtyre flamengove dhe nuk mund të ndërtohet. Sa i përket protestës së qytetarëve para kryeministrisë, Berisha u shpreh se mbështet kauzat e tyre, teksa e cilësoi si ndër protestat më të fuqishme në historinë e vendit. Kjo është një protestë qytetare ndër më të fuqishme në historinë e një vendi. Dhe pavarësisht nga, e thash dhe njëherë, gjethet janë apo degzat kur nuk mund të erësojnë trungun. Kauza e këtyre qytetarëve është për shpëtimin e Shqipërisë nga një regjim që po shkatron, i cili është vlerësuar nga publicistët e mëdhej europian si Pashiqi, si kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit. Do të thënë, si njeriu që ka mbrojtur, ka shkelmuar interesat e shqiptarëve në mënyrën më të vendosur dhe mbrojtur interesat e tjera. Ato fobirat e tij, ai vetëm sa të nxjerr setupin e etërve të tij për armiqtë të jashtëm. Njëherë thot Irani, herë tjetër thot Rus, herë tjetër thot Grek, herë tjetër marrëzira të tilla që s'kan absolutisht asnjë lidhje me korpusin e fuqishëm të protestës qytetare të shqiptarëve. Më tej kryedemokrati theksoi se mbështet kërkesat e protestuesve, pasi sipas tij janë kërkesa që japin zgjidhje krizës në vend, teksa kërkoi edhe dorëheqjen e kryeministrit Rama. Sa i përket protestës së opozitës, Berisha tha se është hyrë për të respektuar protestën e qytetarëve.